Zoti Rea, që pas largimit tuaj nga pankina Kuqezi, sa e keni ndjekur dhe si e keni vlerësuar, pra si e keni parë ecurinë e kombëtares shqiptare, po them në të përgjithshmen, pra jo vetëm së fundmi, por edhe në kampionatin evropian? Molto interesse perché gran parte dei giocatori erano diciamo con me. Kam shumë interes sepse pjesën më të madhe të lojtarëve unë kam ndjekur Poi ho seguito anche ieri la partita. E ndoqa edhe dje ndeshjen, kur që 2 ditë më parë që ndoqa ndeshjen dhe janë djemë që janë rritur me mua. Diciamo meglio dhe tash janë akoma më mirë se atëherë. Che sono più ordinati. Sepse e shoh që janë më të rregullt, janë më të pjekur, l'esperienza che hanno avuto le proprie società e anche quei risultati. Me eksperjenca që kanë marrë në shoqërinë e tyre në Shqipëri, tash janë në momentin e tyre më të mirë, në kushte shumë të mira. Si u duk ndeshja me Serbinë, e cila besoj edhe kur keni qenë ju trajner i kombëtarës shqiptare të futbollit e keni ditur dhe e keni kuptuar që ka një rëndësi të veçantë dhe ndiqet me shumë interes nga tifozët një përballje e tillë ballkanike? Sì, dunque, intanto io ho visto la partita perché lì c'erano dei giocatori secondo me sepse aty kishte lojtar që kishte lojtar të një niveli shumë të lartë. Pavlovic, sidomos Pavlovic, c'erano Kostic, ishte Kostic, ishte Mitrovic, ishte Samardžić, c'era Vlahovic, ishte Vlahovic. Era una squadra di grandissimi valori. Ishte një skuadër me vlera shumë të mëdha. Por Shqipëria ja doli më mirë sepse lozi në fond skuadre. Dal punto di vista individuale. Kurse Serbia lozi në mënyrë individuale më tepër. Dhe nga kjo pikpamje mendoj që skuadra është rritur shumë. Ha particolari meriti insomma in questa. Dhe për këtë mister padyshim që ka një merit veçantë në rritjen e kësaj skuadre. Si u është dukur ecuria e kombëtares në eliminatorët e botrorit, pra që nga ndeshja e parë e deri sot, zoti Rea? Ma gli europei sono valsi alla squadra per avere consapevolezza. Europejt ju ndashur skuadrës që kishte bindjen, bedien, që do të kishte më pas evropianit ndeshje të cilat ai ka bërë me vlera shumë të mëdha. Tashi mendoj që ka arritur pjekje të plotë dhe kjo u pa në lojën e Serbisë, që luajti dhe jashtë shtëpisë saj. Dhe luajti me një personalitet shumë fuqishëm, sidomos në mënyrë të veçantë. Të gjithë kanë bërë Izaj, të gjithë kanë bërë një lojë shumë të mirë për të pasur një rezultat. Në qoftë se Berami do ishte futur brenda një minutë para ndeshjes, kishte futur topin për të bërë golin, do të kishte qenë me të vërtetë diçka jashtëzakonisht entuziazmante. Një gol në Serbi ka një vlerë të jashtëzakonshme. Po, si u është dukur skema 4-3-3 që Silvinho ka futur gjatë gjithë kohës pra me ekipin, edhe pse hera herës ka marrë rezultatet të ndryshme, pra edhe pozitive edhe negative, po duke se kjo është skema që ai do për kombëtaren. Sì, ma questo è uno schema che si adatta perfettamente. Është një skemë që i përshtatet shumë mirë karakteristikave të njerëzve që ka, të lojtarëve që ka. Pra, ka lojtarë që mund të aplikojë këtë skeme. Dhe ka modeluar skuadrën në mënyrë të ndryshme dhe ja ka dalë. Dhe ja ka dalë që të ketë rezultate të shkëlqyera. Duhet i bëjmë patjetër komplimenta Silvinhos, që ka vlerësuar në maksimum potencialin që kishte në dispozicion. Unë i kam përgatitur sepse kam pasur mbi 50 lojtarë që i kam përgatitur për të cilë sa më shumë lojtarë të mundshëm në një nivel të lartë për Shqipërinë. Dhe kështu doli faktikisht nga kjo pikpamje Silvinho ka qenë ai që ka kompletuar punën. Cilat mendoni se janë pikat e forta dhe të dobta të këtij ekipi që kemi sot ne si shqiptar, si kombëtarë, zoti Rea? L'assetto tattico perché sono Thosha aseti taktik sepse janë të gjithë djem.
sono tutti ragazzi che lottano uno per l'altro për njëri tjetrin. C'è un gioco di squadra. Është e qartë që kemi të bëjmë me një lojë skuadre. In modo particolare sulla fase difensiva. Në mënyrë të veçantë tek pjesa difensive e mbrojtjes. Lo conosco perché era con me a Bergamo. Però mi ha impressionato Seku, che non lo ka impresionuar Seku që nuk e njihja më parë, dhe unë loja me Xhazulën dhe kishte pak a shumë të njëjtat karakteristika, dhe ka qenë përcaktues në lojën kësaj radhe në fushë, dhe bënte pak në kontrast me forcën così di Samardžić, me forcën e Samardžićit, sepse Samardžić është një lojtar që ka cilësi shumë të mëdha, edhe loja ka qenë shumë e mirë në fakt. Zurić e njihja, janë të gjithë djem që unë i kam njohur, dhe tani si thash përpara kanë arritur një pjekuri shumë të lartë, siç është thashë më parë. Dhe mendojmë që mund të shkojnë akoma përpara dhe mund të japin shumë kënaqësi Shqipërisë. Paktën kjo është gjëja që unë uroj. Sa shanse ka Shqipëria për të kualifikuar për herë të parë në kampionatin botror? Ma intanto la squadra è consapevole. Ndërkohë që skuadra është e betëdijshme për mundësitë që ka. Tash i varet shumë se kush do të ndodhi, sepse edhe në shortet që bëhen, në këto situata duhet të jesh një çik me fat. Squadra più debole che si incontra. Sepse nëse takon një skuadër më të dobët se vetja, është më mirë. Po mendoj që skuadra ka treguar vetëm me Poloninë, dhe ka treguar veten gjithsesi. Chiaro con l'Inghilterra është qartë që me Anglinë është e vështirë, me Francën është e vështirë. Por nëse ka skuadra të tjera si Çekia, Polonia, mendoj që në këtë raste ka përqindje shumë të larta për shkuar në botror. Unë kam qenë shumë afër, mjaftonte një barazim me Poloninë dhe mund kishim hyrë në botror që vite më parë. Nuk e si kështu, por uroj me gjithë zemrën, me gjithë mirën që i duar Shqipërisë që të arrijë objektivin dhe të shkojë kështu në vitin që vjen. Disa opinionistë mendojnë se Silvinho ka ofruar më shumë emra të rinj në kombëtare se sa ju, zoti Reja. Ju e pranoni këtë? Ma no, quale più nuovi? Allora, atëre kush janë këto të rinj? Nuk janë të rinj. Strakoshi, Ajeti, Isai, Mitaj, Aslani, Laci, Manaj, lo stesso Broja, vetë Broja, ishin të gjithë me mua. Pra, ishin të gjithë ato që kanë luajtur. Seku, si pronuncia così, penso. L'unico era Seku, tutto il resto erano tutti giocatori che erano già con me, che hanno giocato con me. Janë të gjithë lojtarë që kanë luajtur me mua. Kush janë ata që e kanë thënë që ka futur lojtar të rinj? Vorrei sapere chi è che ha detto questo. Jam shumë kurioz ta di kush është ky që e ka thënë këtë, që kemi futur. Janë element të ndryshëm, për shembull, afrimi i Yasir Hasanit ndodhi për herë të parë në kohën e Silvinhos dhe u pas një talent i cili mund të jepte një frim tjetër skuadrë. Sì, Hasani. Yasir Hasani, po. Quando ha giocato Hasani, chiaro, Hasani è una scoperta. Hasani ishte një zbulim i ri. Seku. Vetë Seku. Non so chi poteva essere anche questo Hoxha, quello edhe ky Hoxha që luan tek Dinamo Zagrebit. Edhe ky është i ri. Këto ishin lojtarë shumë të rinj atko, kanë ardhur më vonë. Unë nuk kam pasur mundësi që t'i shifja të gjithë. Esordire 50 giocatori. Unë kam nxjerr 50 lojtarë tek Shqipëria. Andate a vedere se non è così, però mi sembra strano. Nuk ka qenë kështu, që më duket shumë e çuditshme që mund të thuhet që Silvinho ka nxjerrë emra, ka zbuluar sigurisht disa emra të rinj dhe është një nga punët e tij kjo që të zbuloj të rinj. Io stimo molto. Unë kam shumë stim, respekt për Silvinho dhe nuk dua që të mos duket, ai ka bërë një punë shumë të madhe. Ka qenë një mister i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Pas periudhës time, ai ka bërë një rrike maksimale për skuadrën, për vlerat e kësaj skuadre. Però che si dica por që të thuhet që ajo skuadër që ka fituar dje in Serbia, në Serbi, la squadra cioè è fatta di giocatori. Ajo skuadër e bërë kryesisht me lojtarë që kanë qenë me mua. Kanë ndryshuar asetin taktik, por skuadra është ajo. Ai ka meritat e jashtëzakonshme për atë që ka bërë me skuadrën e Shqipërisë në këtë periudhë, por lojtarët ishin ata. Çfarë qualcuno dica
Por që dikush të thotë që këta nuk ishin lojtarë, që këta janë lojtarë të rinj, jo, kjo nuk është as pak e vërtet. E qartë. Zoti Reja, çfarë marrëdhënie keni patur në veçanti me Armando Brojën, se edhe kjo është komentuar shumë dhe besoj mund ta keni dëgjuar edhe ju, pra në një farë mënyre me vërteta e marrëdhënies tuaj ndonjë ftohje, cila ka qenë e vërteta e marrëdhënies tuaj me sulmuesin Armando Broja? Ma non è vero, ma Broja come... Jo, nuk është e vërtet, Broja gjithmonë me mua ka luajtur, ka qenë titullar më shumë se sa një herë, ka luajtur edhe në shtëpi, por kisha dhe lojtarë të tjerë, kisha Qikaleshin, kisha Manajn, kisha lojtarë të tjerë që do jepsha hapësirë të gjithëve. Një teknik i kombëtares duhet të bëjë që të lozin, se në qoftë se janë mundësit, duke i alternuar njëri me tjetrin. Jo vetëm ato që është titularin, gjithmonë duhet të ndrojë. Rëndësishme ka që të duan bluzën e Shqipërisë. Ata që luajnë duhet të luajnë me zemër. Unë nuk kam luajtur asnjëherë me fenomen, por me lojtarë të rëndësishëm, që janë në mënyrë të rëndësishme të lidhur me bluzën. Si u duket vendimi i trajnerit Silvinjo për të mos e grumbulluar Etrit Berishën si portier, pavarësisht se ai nuk e ka dhënë ende lamtumirën me kombëtaren, zoti Reja? Strakosha lo facevo giocare anch'io perché Strakosha era il futuro. Strakoshin bëja që të luante me mua dhe ishte e ardhmja. Unë i alternoj atëre. Janë prani që duhet të alternohen. Njëherë luante njëri, njëherë luante tjetri. Ai ka qenë kapitan, një pikë referimi shumë rëndësishme, një djalë i jashtëzakonshëm, pak një portier, por moshat kalojnë. Duhet parë edhe të rinjt, jo vetëm ata që kalon moshën. E qartë. Cilët janë lojtarët e preferuar që keni ju te ky ekipi i sotëm, zoti Reja? Ma sono tutti buoni giocatori. Janë të gjithë shumë të mirë. Con Messi si è comportato molto bene, anche in City per esempio. Janë të mirë City. Isai da un bellissimo rapporto. Jemi të lidhur me një raport shumë të mirë. Aslani po ashtu e desha unë. Perché stava firmando, sepse ishte duke firmosur për Italinë dhe manager. Unë fola me menaxherin dhe reprezentante bëra që të kthehet në Shqipëri. Kam qenë një vit mbas asaj pune që ta bindja që të vinte. Manaj, Uzuni janë të gjithë lojtarë. Strakosha gjithashtu. Kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë edhe në Lazio. Mitaj gjithashtu. Edhe ai donte të shkonte të luante me Greqinë. Unë fola me baban. Babai deshe ta çonte me Shqipërinë. Ndoshta kishte dhe idera të tjera, por me njëherë e erdhi dhe tregoi që kishte aftësi shumë të mira. Dhe një pjesë e madhe e meritës i takon edhe grupit tim, që e bindën me ta që të ktheheshe dhe e pritëm, sepse ishte akoma shumë i ris, kishte shumë eksperiencë. Duhet të presim që lojtarët të pjekin. Tash në këtë moment janë të gjithë të pjekur dhe janë të gjithë duke luajtur shumë në skuadrën e tyre. Janë pothuajse të gjithë titular. Kanë krijuar eksperjenca shumë të mira. Kështu që bëj tifozlik për Shqipërinë dhe dua që jetë një skuadër që të mund të luftojë dhe të ketë ambicien për të kaluar në kampionatin botror. Sepse ka aftësi të jashtëzakonshme, është një kënaqësi e madhe, shumë e madhe për Silvinjon, për Misrin, po dhe për mua.